ChatGPT lexon fatin Loredanës, dhe ja që ja qëlloi. Loredana Brati, ish-banorja karizmatike e Big Brother VIP Albania, sill një moment mjaft argëtues për ndjekësit e saj në rrjetet sociale, duke kombinuar traditë me teknologjinë në një mënyrë krejt origjinale. Teksa po shijonte një kafe turke, një zakon i njohur për parashikimin e fatit përmes filxhanit, Loredana vendosi ta çojë lojën në një tjetër nivel. Ajo postoi një story në Instagram duke i drejtuar një pyetje të papritur ChatGPT. ChatGPT, çfarë thot filxhani? Përgjigjja nuk vonoi dhe ishte po aq epike sa pyetja. As mos më pyet fare. Je numër 1 dhe kaq mjafton të dish ti. Me humor dhe entuziazëm, Loredana ndau reagimin e saj me ndjekësit. Mos u lodhni më, sepse në fund çati ja qëlloi. Ky moment, që përzien shijen e kafes me shijen e teknologjisë, u prit me shumë të qeshura dhe komente pozitive në rrjetet sociale. Siç duket, edhe ChatGPT e njeh mirë fatin e Loredanës, gjithmonë numër 1. Abonohuni për lajmet e fundit nga showbizi shqiptar.